Të me i dhonë, natyrisht se partit politike e bojnë vlerësimin se qka ju bjen ajo, edhe është mirë për partin politike. Ne mundemi me po prej spektit se a ka qene drejt, apo nuk ka qene drejt, pse kanë lëviz, pse kanë shku mirë, po LDK-ja në këtë rast nuk ka pas edhe shumë zgjedhje. E vetëmja zgjedhje, dhe me thonë që dojnë me shty, edhe nuk mendoj që ka qenë ka fshat e vogël që ka përdi zoti Lumir Abdigjiku, po edhe partia për i bashkimin me Zojen Osmani. Por kur e dim që Zoja Osmani, kisha me thonë, tani për tani është politikanja ma e fort që mundet me i bo bal një politikët a Albin Kurtit, se po thuj se kogja e kanë gjajsh me këtë populizmin, është ma e afërt. Kur e analizojmë LDK-n, shohim që kemi profesor, doktor, njerëz meqëm, njerëz profesionista, po jot afërt me popullin. Zoja Osmani po e bën thymjen. Faktikisht, ajo është që e ka marrë bajrakun, zoti Abdigjiku ja ka lëshu venin që me qenë barcë e lisës, do më thonë, a i ka sakrifiku çdo gjë që me mujt me shty partin për para. Në qofë se partia dështon në këtë rast, ose nuk jënë parashikime si që mendojnë, nuk është vetëm faj zotit Abdigjiku, po i gjithë LDK-s, nuk mundën gjithmonë me ata që kanë qenë për vite e vite me radhë. Njerëz po dojnë fytyra të reja, po dojnë me shku për para. Kështu që unë menoj me Zojen Osmani ka me pas rritje dukshme. Sa do që e përmeni zoti Shollaku disa herë këtë 2019 që ne e dim që Zoja Osmani ka dalë me 25% ka dalë LDK-ja në kohën kur edhe ka qenë faktikisht kogja mirë me numër. Urdhna? Jo, nuk po thëmë që e më hajt dikush. Po du me thonë që mundet me u prit edhe dikun kanë me usil numrat. Unë mendoj që do të shkojnë rreth 25 ose ma tepër me ardhin e Zojes Osmani. Nuk mundemi që... Po angazhumi për balancime dhe madje dhe zotit drenoj... Po me kanë me për balancimin e egzu. Po me kanë kjo shtoja. U përmenen emnat e dy deputeta, apo mbre vish pakës... Me zotit Martush me kanë.